Mirë, do të flasim sot për kulturë, do të flasim për një ekspozitë të veçantë, ashtu sikurse e ka edhe titullin e ekspozita qoftë, e shëndetshme dora që krijon, një projekt që sjell qëllima tradicional dhe riinterpretimet moderne të tyre duke krijuar një dialog mes trashëgimisë, artit bashkëkohor dhe kulturave të Shqipërisë dhe Azerbajxhanit. Ekspozita është vendosur në Galerinë e Artit në Tiranë. Në studio kemi këtë mëngjes Tana Kalejme, e cila përfaqëson galerinë. Tana, përshëndetje. Faleminderit gjithmonë e pranishme për të folur për projekte të tilla artistike, shumë të vlefshme në këtë rast. Faleminderit shumë ju për mundësinë, për hapësirën. Ne do të kemi mundësi që të zhvillojmë një bisedë bashkë, por gjithashtu edhe në linjë të drejt për drejt do të jemi me një nga artistët, në fakt i vetmi shqiptar i kësaj ekspozite. Jemi me zotin Xhevair Kolgjini, artist dhe profesor shqiptar me veprimtari ndërkombëtare ndërmjet Kosovës dhe SBA-s, i cili njihet për qasjen e tij poetike ndaj materialit dhe trashëgimisë kulturore. Faleminderit shumë. Mirë se erdhe. Faleminderit, gjithashtu. Mirë se u gjej. Nëse do të më lejoni, do ta nisja me Tanën me një pyetje, le të themi të përgjithshme, se si erdhi ky projekt ose ky bashkëpunim kaq i bukur artistik që na bashkon në fakt në shumë element. Është një projekt shumë i bukur edhe shumë emocionues dhe për ne që në nisje dhe në ideimin e tij deri në realizimin pastaj. Sigurisht ka ardhur si rezultat i gjithë vizionit ton për të sjellë në Tiranë jo vetëm ekspozita dhe prezantime personale të artistëve të ndryshëm, po edhe pastaj koleksione muzeale të cilat vinë edhe në një lloj konteksti historik, tregojnë më shumë për kulturat, tregojnë më shumë për historikun e artistëve, po edhe për të risjellë në vëmendje një nga mediumet apo praktikat e artit të cilat nuk kanë atë vëmendjen më të madhe, sidomos në kohët e fundit, siç është në këtë rast ajo e të zgjahut apo e realizimit të qilimave. Patjetër, artizanati është një pjesë ose le të themi ndryshe një element shumë i rëndësishëm që na identifikon edhe është e rëndësishme që të jetë ende prezente edhe në gjitha llojet e formave. Dhe për më tepër kjo ekspozitë edhe e sjell shumë bukur. Në këtë rast do doja që ta vijoja me Xhevairin bisedës, si e pritet ju ftesën për të qenë pjesë e kësaj ekspozite, le të themi, të këtyre dy shteteve? Me kënaqësi, sigurisht. Ka shumë vite që unë nuk kam ekspozuar në Tiranë, ndoshta prej viteve 95-96, edhe me qenë krejt i sinqert, një lloj skepticizmi për shkak të lëvizjeve të mia në distanca të gjata, po më duhet me pohu që ishte një kënaqësi e veçantë, shumë dimensionale në kuptimin rikthimin Tiranë në një mënyrë, nëse mund ta quaj, në një ekspozitë me një lloj reminiscence me artistë të tjerë jo shqiptar, edhe falë dhe konceptimit dhe kurimit të zonjës Pula. Kjo ekspozit krijoi një lloj uniteti të çuditshëm që në fakt edhe në konceptimin e veprave të mia ka një përpjekje për shpjegimin e lidhjeve kulturore të dy krahëve për shkak të Shqipënisë që ndodhet midis dy kulturave të mëdha dhe ne në një mënyrë vendi ynë apo ky brez që quhet ballkanik është indikum në shtresat të vazhdueshme gjatë shekujve nga të dy këto kultura, në një mënyrë një clash of civilizations, që do një lloj përplasje civilizimeve që për ne si shqiptar, siç mendoj unë edhe e përjetoj, është një nënshtresim identitetesh. Sigurisht, tu ka shumë mendime që ne jemi perëndimor, ne jemi lindor, ne jemi këto që jemi për shkak të nënshtresimeve kulturore. Pra dhe në veprat e mia ose në këtë seri, në fakt, është kjo përpjekje me paraqit këtë koekzistencën e të kundërtave ose të ndryshmeve. Në këtë kontekst, ekspozita ishte fantastike për mua dhe ishte një përjetim i veçantë. Po, për të folur pak më shumë me veprën tuaj dhe atë që ju keni sjellë në këtë ekspozitë. Do doja të na tregoni pak më shumë. Ishte enkas për ekspozitën, ishte Jo, këto vepra janë prej vitit 2010. Edhe është një seri, një cikël, një pjesë e mirë janë në New York, në vende të tjera. Këto dy vepra e kisha në Kuks, edhe nga jam, edhe pranej
ishte më e mundshme, më e shpejt për t'i sjellë këtë ekspozit, po... Njëra prej tyre është pak ngacmuese dhe duhet ta themi, duke parë edhe qasjen e publikut shqiptar, duke qenë se sjell një nudo. E di, po, prandaj edhe nuk kam ekspozuar në Shqipëni, në Kosovë, ma herët këtë cikël. Po, është kënaqësi që është prit mirë, edhe nga kolegët e Azerbajxhanit, gjithashtu, se kuptohet, edhe atje është një lloj hezitimi. Po, për shkak të kulturave tona është e kuptueshme deri diku, natyrisht. Pra, edhe njërë, si që thash më para, kjo seri është edhe titulli është Intertwined Polarities, dhe më thënë, ndërthurja e polaritetit, dhe më thënë, lindje perëndim në një farë mënyrë, në mënyrë shumë të hapur në një farë mënyrë, se ne dim që në kulturën lindore, qyllima gjithmonë kanë qyllimat, karpetat, si gjadet, se ka shumë emna për teknikat, po ka një qendër gjithmonë. Po. Përveç karpetave të faljeve, që nuk kanë atë qendrën, si që kanë të gjitha prodhimet tjera, në fakt konceptuale, po edhe formale. Po. Tash është një nudën mes e ndërturën që në një farë mënyrë simbolizon kulturën perëndimore. Pra është kjo, si që spjegova, kjo bashkë ekzistencë të kundërta në një farë mënyrë. Konceptualisht, edhe filosofisht. Edhe që vjen në fakt, vjen shumë natyrshëm, pavarësisht se edhe kur e sheh, se është ndryshe kur e shpjegon. Si është pritur? Si është pritur? Tana besoj të rriq shumë vëmendjen. Është një nga ekspozitat që patjetër tërheq më shumë vëmendjen e publikut. Sigurisht që edhe vendosja e punëve, kurimi i ekspozitës e bën këtë një rrugtim të përbashkët të këtyre artistëve, ndonë se nëse ndalojmë tek secili, pastaj do të gjejmë dhe do të identifikojmë pastaj të veçantat ose ato elementet që do të na pëlqejnë tek secili. Është një nga ekspozitat që tërheq më shumë vëmendjen, qoftë edhe të kalimtarëve që e shohin atë nga jashtë dhe pastaj kanë kuriozitetin për të ardhur për ta parë. Po, në fakt është pjesë e kulturës sonë. Është sigurisht që është pjesë e kulturës sonë. Duket larg, por kur e shef nëpërmjet një ekspozite kupton se sa afër është tradita, sa afër janë kultura. Nuk bashkëjetojmë realisht në të përditshmën tonë me të, po është në gjenet tona. Shumë e vërtet. Vetëm fakti që ne e shohim që tradita ose praktika e realizimit të qilimave vazhdon të ekzistojë edhe tek ne, edhe në kulturën e Azerbajxhanit, është, si të thuash, ai elementi i parë që na bën të kuptojmë se sa të afërta mund të jemi ose sa shumë mund t'i afroj arti ose një praktik e artit, kulturat. Që e vështirë për të ndërtuar ky dialog kur u bë temi ana e kurimit. Nuk është, sepse të gjithë artistët, mënyra se si ata kanë zgjedhur të prezantohen, e bën këtë ekspozit një rrugtim të përbashkët të tyre pastaj. Nuk është e vështirë pjesa e kurimit, sa është e vështirë pjesa e konceptimit të tyre të gjithë së bashku. Po, edhe sa artistë janë? Janë 6 artistë, një prej tyre është Xhevahiri, i cili është edhe artisti i vetëm shqiptar, dhe 5 të tjerë që janë nga Azerbajxhani. Janë emra të njohur, në fakt, pavarësisht se në Shqipëri vinë nëpërmjet kësaj ekspozite, atje janë të famshëm. E vërtet, janë të famshëm atje, janë disa nga artistët më të vlerësuar, janë disa nga artistët që në Azerbajxhan janë njohur edhe ndërkombëtarisht, pastaj dhe janë përfaqësuar, 2 prej tyre edhe në Bienalen e Venecias, njëra artiste Ajdan është prezantuar 2 herë, një artist tjetër është prezantuar 1 herë në Bienalen e Venecias. Sigurisht ata vinë nga backgroundet të ndryshme, kanë arritje të ndryshme në karrierën e tyre. Njëri prej tyre ka krijuar një nga firmat më të njohura të veshjeve, ndërkombëtarisht. Ajdan është skulptore, është profesoresh, pra kanë backgroundet të ndryshme, por në thelb, në këtë ekspozit ata i bashkon sigurisht vazhdimësia e praktikës së realizimit të qilimave, endja. Dhe duke qenë se Xhevahiri jemi pikërisht tek endja, çfarë kemi të përbashkëta ose ndoshta të ndryshme në teknikë dhe në motive? Teknika për të gjitha këto vepra që janë në këtë ekspozit është e njëjtë. Për çudi. Pra, këtu ka një... Pse për çudi? Ka shumë teknika? Sepse nuk është që ne si publik kemi shumë informacione. Ka shumë teknika. Ne kur përdorim fjalën endje, endja, nëse hymë më në thellësi, është lëvizje e penit në fijet e pambukut në mënyrë valësh, si më thonë. Mirë po është edhe
teknika e sigjadeve është tjetër për qylimave, në kuptimin specifik teknik. Besoj është më e vështirë, duke pasur parasysh dhe intensitetin. Është më e vështirë sepse është çdo fije e veçantë, është lidhje. Në një mënyrë është nothing në anglisht. Po, e qartë, shumë e qartë. Çdo fije e veçantë, po. Siç është, ja, të gjitha këto vepra janë kështu në teknikën e thurje, endje, po në Shqipëri nuk e kemi një fjalë eksakte për fijet veçanta që përbëjnë sigjaden. Teknikisht. Që tregon... Nësa qylimi është endje, ajo që është ma e holla, nëse ne i dimë, se ne e kemi zhvilluar shumë qylimin si teknik. Po, të gjitha këto teknika në një farë mënyrë janë të ndërtuara kryesisht për të ardhurna prej vendeve të lindjes, në shekuj. Po, është bërë organike në kulturën tonë, edhe sigurisht është e mira të zhvillohen, edhe në sensin teknik, jo vetëm konceptual. Po, besoj, post pjesës artistike duke dhe një punë e vështirë dhe fizike. Është jashtëzakonisht punë e vështirë, por është shumë interesant, sepse në shekuj njerëzit, kryesisht gratë ne kanë punu, po në vendet tjera dhe burrat kanë punu, si domos në vendet e lindjes, edhe vazhdojnë punojnë edhe burrat, pra të merren me punën eksakt, direkte me dorë, është kurative në një farë mënyrë, në aspektin psikologjik, gjithashtu. Prandaj është një tërheqje e mbrëmshme e njerëzve të cilët dëshirojnë me provu këto lloj teknikash, domethënë në fiber arts, që quhet. Është si terapeutike, le të themi ndoshta dalin sot si metoda të reja, por që kanë qenë pjesë e traditës tonë pa e ditur, që kemi shëruar veten nëpërmjet artit. Për shembull, unë dëgjova, nuk e kam ditë, po dëgjova prej tanës, prej editit, prej njerëzve që janë marrë me shumë pasion me këtë ekspozit, që në Azerbajxhan ka një suport institucional, shtetënor, që automatikisht unë isha të menu prej kohës komunizmit, kuptohet, ne kemi pas 13 nërmarje në Shqipëni. Unë kam punu në atë nërmarje. Ku keni punuar? Që kanë bo prodhime në Kukës në Tiranë, kam punu, edhe në Tiranë. Kam realizu veprat e para, në fakt, me figura njerëzish. Njëna prej tyne është në muzeun kombëtar, është e damtume për shkak mos kujdesi, po ka pemë tjetër, komplet. Po atëherë aso kohë guxoje kaq shumë në perceptimin tënd vizual të veprave? Është histori e gjatë, shumë e vështirë, ka të drejtën. Domethënë, e vështirë të... Nështë mundë me thamë vetëm një gjë. Unë jam detyru në moshën 23-4 vjeçare, kur kam bërë veprat e para, me insistim krejt personal, në Shqipëni nuk ka pas të tilla në atë kohë, jo për me një matësia, po vetëm për realitet. Unë jam detyru të nënshkruaj nëse do të hargjohet leshi, pambuku dhe puna e punëtorëve të ndërmarrjes artistike në Tiranë, nëse nuk realizohet vepra ashtu siç është e piktura ose dizajnime, me figura njerëzish me kujtjon. Edhe me dëshirë shumë madhe kam nënshkruar para ish ministres Vito Kapo. Edhe e kam realizuar veprën. Guximi i madh? Nëse guximi i madh është kur i ri i hyn detit edhe pa ditë natë. Megjithatë, duke qenë se ju folët për rëndësinë që jep një shtet si Azerbajxhani artizanatit, veçanërisht dhe specifikisht atyre të zhvillimit dhe ndërtimit të sixhadeve, është e rëndësishme, besoj, edhe për traditën tonë që t'i japim një rëndësi edhe më të madhe, sepse trashëgimia, mënyra se si punojnë këto sixhade është shumë e vyer. Sigurisht, kjo është edhe arsyeja që ju ktheva asaj me tregu se ka vende që janë shumë më serioze në gjitha lëmit, në gjitha fushat e veprimtarisë njerëzore, sidomos artistiko-kulturore, se në fund ne do t'i harrojmë ngjarjet e ditës. Po arti dhe kultura janë ato që janë një pasqyrë që na kthejnë mbrapa për të pa vetveten më mirë. Edhe do të mbeten gjithmonë mbi gjitha. Por megjithatë ekspozita vjen shumë e veçantë, jo vetëm nëpërmjet paraqitjes së këtyre punimeve, që gjithë secila prej tyre ka specifikën, artin edhe mënyrën se si paraqiten, por janë edhe disa aktivitete që janë të përfshira edhe gra, në mos gabohen prej tyre punëtorët të artizanatit. Janë disa nga bashkëpunëtorët edhe të zotit Xhevair në fakt. I kemi patur që në fillim në hapjet e ekspozitës, duke krijuar kështu një performancë
që e plotësonte edhe më shumë prezantimin e punëve, për ta sjellë edhe më të prekshme praktikën e artizanatit dhe të tezgjahut, se si ajo krijohet, më së shumti për brezat e rinj, si të thuash për ata që mbase e kanë dëgjuar, po nuk e kanë idenë se si funksionon tezgjahu dhe se si është kjo praktik. Gjithashtu të nesërmen e ekspozitës kemi realizuar sigurisht përsëri një aktivitet me këto zonja Hate Ora, Mikaela Ora, të cilat unë edhe një personalisht në fakt edhe e di që ato prej vitesh e kanë këtë traditë familjare, janë të vendosur në qytetin e Kukësit edhe me shumë vështirësi në fakt ndër vite, duke qenë se njoh nga afër historinë e tyre, më bëhet shumë qefi që kanë arritur deri më sot me gjithë atë vështirësinë e madhe, duhet ta them, mbështetja financiare është shumë e rëndësishme. Veçanërisht kur flasim për një traditë të tillë siç është edhe ajo e thurjes së gjatë. E rëndësishme është që ato janë dhe shembulli kryesor që mund të trashëgohet në rast se përkushtimi është aty. Janë në nebi dhe e kanë trashëguar, si të thuash, në breza, dhe kjo është shumë e rëndësishme për to. Përveç kësaj, kemi patjetër aktivitete të tjera, të cilat synojnë të afrojnë më së shumti të rinjt, kemi aktivitete që ne organizojmë shpeshherë me shkollat, me studentët e fakulteteve të ndryshme, kryesisht patjetër, po. Sepse në këtë rast është e vërtet, sepse në këtë rast edhe kurioziteti është më i madh, duke qenë se nuk është tezgjahu ose artizanati një nga praktikat më prezente të artit në kohën që jetojmë. Të gjithë janë drejtuar dhe orientuar në rrugë apo metoda më digjitale, të orientuara më shumë drejt teknologjisë për të krijuar, dhe sigurisht kjo puna e dorës që kërkon orë, ditë, mund të kërkoj dhe muajt e tërë për të arritur një rezultat përfundimtar, nuk është kaq prezente në kohët që ne po jetojmë. Dhe në këtë rast jemi përpjekur të sigurisht të organizojmë këto aktivitete për të tërhequr dhe për të ngjallur kuriozitetin dhe vëmendjen e tyre. Dhe sa mirë që ka qenë vëmendja e tyre. Xhevaira, ka ndonjë motiv apo ngjyrë apo simbol që kthehet vazhdimisht në punën tuaja si gjurmë personale? Po, si që spjegova në fillim, me qenë se po merrem me keqëseri dhe jam në proces, akoma për vitit 2010, sigurisht në bëj eksperimente dhe tjera bazume në traditën e hershme tonë, kryesisht Kukësit, kuptohet se ka disa e një më mirë, nështë, po edhe ma gjanë, kuptohet. Nuk kam në preferencë të veçantë për në ngjyrë, apo, se me thanë, formë, apo të shka. Për shembull, në traditën e endjeve në Kukës, ngjyra roz është tipike. Këto vepra s'ka të bënë në ngjyrë roz, po ngjyra roz është një element, me qenë se po pyesni për diçka shumë specifike, është një element interesant që është i veçantë shumë. Hasi, në krajinën e Hasit, është e verdha, një e verdhë, jo një e verdhë, për 2-3 verdha, në fakt që jenë prej ngjyrosive shumë natyrale, edhe janë jashtëzakonisht të veçanta. Unë do doja që... Po, për shembull, kam një seri tjetër që është një lloj ngjyrash, në fakt si një lloj thellimi përpjekje me kuptu traditat popullore, ku luhet me ngjyra, për shembull janë 3 ngjyra dhe ato duken si 4 ose 5 ngjyra. Pra thjesht kombinimi 2-3 ngjyrave me dhanë ndjesinë e ekzistencës më shumë ngjyrave, që është një iluzion optik. I krijuar po prej motiveve popullore të përgjithshme, po kryesisht Kukësit, të Hasit, të Tropojës. Edhe të pjesës Gjakovës, Prizrenit, kuptohet. Por kur krijon një vepër të tillë, të le temi ky art të punosh edhe instinktivisht, apo duhet me patjetër të kesh përpos një ide të qartë, po duhet jetë shumë e strukturuar ideja për ta hedhur më pas në sijade? Si në çdo veprimtari artistike është përpjekja për një lloj balancimi të formës me përmbajtjen, content form, din? Kështu që shfrytëzimi i për shembull këtu ku po shoh tash prej një artiste të Azerbajxhanit, është kjo loja e volumit brenda sijades. Për shembull, kjo nuk është risi, po është bukur kur vjen për një artisti që ka edhe një sens filozofik brenda. Nuk është thjesht një lojë vetëm formale. Ta zëm ne
me volum, duket si skulptur, apo është e shesht, apo ku diun. Për shembull, këto vepra që janë të kësaj autori, e kanë këtë lloj përpjekje me avancu teknikën, që e lidh me një lloj përpjekje me dhënë më shumë artistikisht, estetikisht dhe filozofikisht. Pra, lidhja teknikës, avancimi teknikave. Është një artist tjetër aty që është shumë i famshëm, ndërkombëtarisht. Faik, me ato melting. Ajo është Qarta si vën në lëvizje imagjinatën e publikut. Po, për shembull, prapë të ky Faik që deshta me shpjegu, është një avancim në sensin e shprishjes së traditës në kuptimin e kësaj teknike. Siç ka ndodhur në gjithë historinë e artit, për shembull, prej Renesancës, kemi ardhur deri te një pikë që përsëritja është bëhe pa e bezishme, derisa ka një shpërthim edhe teknik, edhe konceptual, edhe filozofik, artistik, në secilin veprimtari të shprehjes artistike. Edhe në këtë kontekst, në endjet, në qëllimet, në sigjate, që është thjesht çështje materiale në fakt, po që është lënë masdore edhe në botë. Në një farë mënyrë ka një ringjallje të përpjekjes me u kthy edhe këtij lloji arti mos me qenë artizanat. Nuk është thjesht artizanat. Është për shembull hata që përmendet ju, që është kushërina ime e parë. Po, Hateora, ajo ka realizuar këtë vepër në fakt. Njënën për këtë veprave këtu, edhe të tjera që janë në New York. Ajo është edhe artiste, ajo bën dhe vizatimet vetë, prej fillimit deri në fund, edhe endëse. Pra është një rikthim, deshta me thonë, në përgjithësi i vëmendjes tek ky lloj arti që është vetëm artizanat. E qartë, po gjithsesi mbetet një tendencë dhe ne duhet ta çojmë përpara. Besoj që është Sigurisht. pjesa më e rëndësishme edhe që natyrisht pjesa më e madhe i takon institucioneve përgjegjëse, por nga njëra anë bie edhe mbi përgjegjësi mbi ata që e din tashmë dhe e njohin si art. Po, arti nëse nuk ka pasionin e mbrëmshëm të njerëzve me të cilën merren, nuk ka asnjë kuptim të ankohesh te dikush tjetër. Ai duhet të qenë pjesë e mbrëmshme. Arti duhet të më bëj për vete në fundit, jo për të tjerë. Pra në këtë kuptim... Në këtë rast nuk duhet patjetër pjesa e trashëgimisë, sepse siç e tha edhe Tana, që interesi të rinjve fatkeqësisht është gjithnjë e më pak drejt një arti të mërfill, siç është edhe në këtë rast, edhe thurja e sigjateve. Po, të jetu në kohën digjitale, që rinia rrin me telefon dorë gjithë ditën, kjo është problem botnor, nuk është problem ynë, ne jemi thjesht pjesë e saj. Ne përpiqemi të bëjmë pjesën tonë. Është e vështirë, vërtet. Megjithatë, nëse mundet që me afru rinin, qoftë edhe një javë, 2 javë, që ata të provojnë me durët e tyne, si që është edhe titulli i ekspozitës, durët ftojnë edhe zemrën edhe mendjen, shpeshherë. Po pa provu diçka, nuk mund të mendohet që është diçka e mirë, diçka e interesante, dhe si që thamë, terapeutike. Është shumë e vërtet që ndikon jashtëzakonisht pra shkencëtarët ose psikologët insistojnë që keramika dhe tekstili janë ndihmojnë në anën psikologjike. Nëse ndikimi direkt në aspektin psikologjik. Tara do doja në fakt për të veçuar ndonjë nga edhe punimet ose për të përmendur gjithë artistët nga pak, për gjithë shikuesit që po na ndjekin edhe do të kenë mundësi edhe për sa kohë. Do të kenë mundësi deri më 20 janar të vitit tjetër, çdo ditë ta vizitojnë ekspozitën, ne patjetër jemi aty për t'u dhënë atyre edhe shpjegime të mëtejshme. Sigurisht gjatë gjithë kësaj kohe do të vazhdojmë të organizojmë aktivitete të tjera shoqëruese që mund t'jenë workshopet apo edhe punëtorit, si që thot dhe Xhevairi, pasi është e nevojshme t'u japim, pse jo mundësin të provojnë, base edhe teknikisht, të realizojnë diçka që i qëndron konceptit të ekspozitës, dhe pse jo mund të tërheq dhe më shumë kuriozitetin e tyre. Sa i përket artistëve, si që thash më parë, janë ndër artistët më të njohur atje, së bashku me Xhevairin, i cili edhe pse midis lindjes e perëndimit, si që kemi vendosur ta quajmë ne edhe nga bisedimet me të, e gjen rrugën dhe patjetër edhe pse nuk është gjithmonë këtu prezent, e gjen hapësirën dhe sigurisht koncepti i tij gjen vend në gjithë kuriozitetin tonë, pse jo.
jo më kot kemi zgjedhur ta bëjmë pjesë të ekspozitës. Është Aiden Salahova, është një nga artistet më të vlerësuara atje, është ajo që është prezantuar 2 herë në Bienalen e Venecias, vjen në ekspozitë me një triptik shumë të veçantë të titulluar Gruaja ose Umën, i cili ka një kombinim shumë të rëndësishëm ngjyrash ku e bardha dhe e zeza mbizotërojnë, gria pastaj, po sigurisht ka ato detajet që në duke janë geometrike, po pastaj i përkasin një koncepti më shpirtëror të shpjeguar nga vetë artistja, vjen me një strukturë të titulluar Arkitektura e kujtesës, dhe ajo që qëndron si art në fakt. Është e vërtet, është në fakt shumë delikat, sepse të gjitha ato detajet, siç thot edhe Xhevairi, qëndrojnë midis dilemës apo balancës për konceptin dhe realizimin pastaj në praktik, dhe kjo nuk është e thjeshtë dhe jo më kot, kërkon shumë kohë dhe kërkon një vëmendje të jashtëzakonshme të vetë artistëve. Është pastaj Samira, ajo që sjell edhe punët me strukturën dhe me relievin, ku ka shumë të veçantë mënyrën dhe metodën e qetjes së punës në fund, për të mos patur vetëm një punë të realizuar apo të prezantuar në 2D, po ka një lloj relievi që duket pastaj edhe si 3D. Kemi sigurisht Rashad, është një nga artistët që më së shumti na sjell mesazhin ose praktikën e bashkimit të tradicionales me bashkohoren. Në qilimat e tij, ai modeli tradicional i qilimit me të gjitha detajet është pak a shumë i ndryshuar, sepse ka drithije që mbulojnë sipërfaqe të caktuara të punës. Është Faik Ahmed, sigurisht një nga artistët që sjell metodën më bashkohore të realizimit të qilimave, sepse ka deri në gjysmë të sipërfaqes ato detajet dhe metodën tradicionale, të cilat pastaj derdhen në ngjyra që t'japin idenë e një rrjedhshmërie dhe i lëvizjeje që vjen kështu e prezantuar edhe në murin e galerisë. Janë artistë të jashtëzakonshëm, janë artistë që kemi patur fatin t'i kemi disa prej tyre në galerin tonë për të kuptuar edhe natyrën e tyre njerëzore, e cila na bëri të kuptojmë edhe më shumë për thjeshtësinë, po pastaj për të gjithë punën që i është dashur atyre të bëjnë ndër vite, për sidomos për ta trashëguar dhe për ta vazhduar këtë metodë. Sigurisht ka luajtur një rol të rëndësishëm ajo që ishi duke diskutuar deri tani, mbështetja institucionale. Azer Kalça është një kompani arti atje me të cilën në këtë rast edhe ne kemi bashkëpunuar për të sjell punët dhe për t'i ekspozuar këtu, e cila i stimulon këta artist, bashkëpunon me ta për projekte të caktuara, i ruan punët e tyre, bashkon konceptin e tyre me metodat e saj për të krijuar dhe më shumë lehtësi. Njësoj ka qenë këtu ndërmarrja artistike Migjeni dikur, pra ka ekzistuar dhe këtu koncepti i mbështetjes institucionale, sidomos për artist apo për teknika që vinë duke u zbehur. Iniciativa do duhet ta themi private. E rëndësishme është që artistët nuk kanë humbur pasionin dhe ne të paktën si institucione i mbështesim, të paktën duke i ekspozuar dhe duke i dhënë atyre hapësirën. Xhevairi, kam një pyetje të fundit. Punimet tuaja natyrisht kanë pasur mundësinë të udhëtojnë në shumë shtete të Shqipërisë, përtej Shqipërisë dhe Kosovës, në Shtetet e Bashkuara, e po edhe në shtete europiane, përfshi Francën, Spanjën, Italinë, Austrinë, Zvicrën, Turqinë e të tjerë. Një perceptim të publikut, se si priten atje punimet ndoshta në raport me publikun shqiptar? Apo nuk ka ndasi në perceptimet e publikut? Po, njerëzit janë njerëz, ku do njësoj. Po, me qenë se unë nuk pata mundësi me nëjtë shumë Tiranë, nuk di që me thonë, po, mendoj se është paka shumë e njëta strukturë. Çfarë ju bën më shumë përshtypje atëherë nga publiku përtej Shqipërisë i punimeve tuaja? Për çfarë ju pyesin më së shumti ose ku ndalen, në cilin element? Në përgjithësi, publiku kryesisht në New York unë ekspozoj në mënyrë kështu periodike, si me thonë, një herë në vit. Njerëzit që kanë pasion artin vizitojnë galeritë. Nuk shkojnë njerëz që s'kan pasion artin, në shku do të shkojmë pa një galeri. Nuk ka rastësisht. Pra, nuk është rasti. Distancat janë aq të mëdha sa që dikush që është duhet ta planifikojë. Planifikon me udhëtu 2 orë, 1 orë, ku diun se sa. Po. Sigurisht ne nuk e di andot, se ne 1 orë, 2 orë kemi krejt Shqipninë e Kosovë. Kështu që kemi më shumë të rastësishëm. Po, në këto veprat e mia të fundit, domethënë njerëzit kanë kuriozitet për eksakt për gjithë çka biseduam deri tash. Domethënë, në një farë mënyrë për mua është rëndësishme kur shoh që
puna thot paka shumë ato që unë ndjej në kuptimin që do thot çdo vepër ka një histori, ka një zanafil, në kuptimin që kapet gjuha e vizitorëve, gjuha artistike, përpjekja e mesazhit e idesë që unë du me shprej, kur kapet për disa të tjerëve pa spjeguar. Ajo është kënaqësi, kuptohet. Se nëse vepra e artit pranë është vizuale, nuk ka nevojë për shpjegim. Kështu që gjithsesi ka ndjesinë e tij personale. Eksakt, është një lloj prove për mua nëse e shoh që jemi në një lloj rezonance me shikuesit apo me njerëzit që dëshirojnë me komuniku me veprat, me pas një dialog me veprat artistike. Qartë. Xhaverit, falenderoj. Sigurisht që e shef më shumë në New York se sa te ne. E qartë, falenderoj shumë, uroj që të kemi mundësi në njërë pse jo të bisedojmë në studio, ndoshta edhe më gjërë edhe për rrugtimin tëndë se si kemë rritur deri më këtu, sepse natyrisht edhe ne si publik kemi shumë kureshtje për këtë artë të veçantë tëndin që e sjell kaq bukur në format e tua që natyrisht edhe ju përfaqësojnë ju si artist. Faleminderit shumë që na u bashkuat këtë mëngjes. Ju falenderoj edhe unë shumë. Faleminderit. Tana faleminderit shumë. Deri në 20 janar tham do të jetë çelur ekspozita për gjithë ata që kanë dëshirë ta njohin, do të kenë gjithë informacionet e duhura, mbi të gjitha do të ketë edhe shumë aktivitete nga gratë artizane atje për të parë edhe më nga afër se si ndërtohet edhe si thuret një sixhade. E vërtet, do të përpiqemi të organizojmë punëtori, workshope, po ashtu edhe artist talks, biseda me artistët, të cilët janë studiues, vinë nga ky koncepti i endjes apo i etnografisë, i albanologjisë, e gjithë shkaje që i rri konceptit e ekspozitës për të na sjellë pse jo pastaj edhe teoritë të tjera apo studimet të tjera, siç kemi realizuar deri tani, po deri në fund të ekspozitës. Për të pasur mbi gjitha një vimësi. Faleminderit shumë. Falenderoj shumë ty.